Rikthehemi, ish sekretari Amerikan i Shtetit James Rubin ka deklaruar para prokurorisë speciale se nuk ekzistojnë prova apo informacione që mbështesin pretendimet për përfshirjen e lidershipit të UÇK-s në urdhra për vrasje apo krime të organizuara. Nuk ka asnjë informacion apo provë që të mbështes pretendimet se udhëheqësit e UÇK-s kanë dhënë urdhra për vrasjen apo janë përfshirë në krime të organizuara. Këto janë akuzat pa provuara. UÇK-ja vepronte në kushte represioni nga forcat serbe dhe nuk ishte një strukturë të mirëfillt ushtarake, ka thënë Rubin gjatë dëshmisë së tij. Ai shtoi se qëllimi i Bashkësisë Ndërkombëtare ka qenë të ndihmojë transformimin e UÇK-s në një organizatë demokratike, proces që sipas tij është duke u zhvilluar me ndihmën e NATO-s dhe Kombeve të Bashkuara. Në lidhje me akuzat për trafikim të drogës, Rubin theksoi se nuk ka informacione të pavarura. Për aty që po ndodh në Hag, por jo vetëm edhe për zhvillimet më të fundit në politik, do të bashkëbisedojmë me Argjend Zejnajn. Argjend, përshëndes. Përshëndetje Ilir, për juve dhe shikues. Paraprakisht doja një koment nga ana juaj për dëshminë e Rubin. Ditën e djeshme, por edhe sot, këtë do nënvizoje si momentin më të rëndësishëm të dëshmisë së tij. Po siç e thatë edhe ju, siç e prezantuat edhe vetë, James Rubin nuk është duket dhe shihet as shoqërore që nuk është një dëshmitar teknik, siç imi mësuar mi po dëshmitar zotën të prokurorisë. Është një figurë me peshë madhe në diplomacinë amerikane dhe në historinë e ndërhyrjes së NATO-s. Dëshmia e tij në këtë moment nuk mund të shihet thjesht si ndihmës për mbrojtjen vetëm të UÇK-s, por si një ndërhyrje në favor të narrativës që ishte ndërtuar që shumë vite, zatën prej mas lufte, që udhëheqësit e UÇK-s ishin faktuar në të kundërtën asaj që kanë thonë këtu agentura, këta armistë Kosovës, që por në fakt ishte një fakturë vendimtar për paqen dhe për stabilitetin e rajon. Ju e dini fare mirë që ne kemi qenë në ish Jugosllavi njëri nga konfliktet ku i ka dhënë epilog sundimit të Miloševićit. Pra, me pastaj edhe Miloševići ka rënë nga pushteti dhe ka fillu të themi mu stabilizu edhe rajoni, pa çka kishte pasur jashtëzakonisht shumë luftra të përgjithshme. Për Kosovën, kjo dëshmi vjen në një moment kur perceptimi ndërkombëtar për luftën çlirimtare është përballur me sfida. Zatën këto sfida ja kemi rrit edhe nga brenda. Ju i keni edhe vetë e thatë, ju i keni sfundmi edhe një punim thojza shkencor i kryetarit të kuvendit, Zotëri Basha, i cili në atë botë kishte referuar sikur ushtria shqiptare e Kosovës është financuar nga grupe të cilët diler të drogës, të cilët janë marrë me kontrabandim të saj, me trafikim, me të gjitha elementet negative dhe jo mirëfilli që është financu nga diaspora jonë, të cilët kanë djerës, kanë hek të mirat e veta, bukën e gojës, si që thot populli, për ta financuar qoftë 3% para se të fillon të lufta, por qoftë edhe fondit dhe linja thret gjatë luftës nga të cilët është furnizu ushtria shërimtare e Kosovës. Megjithatë duhet theksuar se ndikimi juridik i kësaj dëshmie varet nga vlerësimi i trupit gjykues. Ne shohim që ky trup gjykues deri në këto momente nuk dojmë paragjyku, personalisht duhet paragjyku çfarë do të ndodhë në të ardhmen, por deri në këto momente është tregu siç edhe këto momente po vazhdon të jetë krahas prokurorisë, po as pyetësor, po as interferues është edhe gjykata, pa çka jemi mësuar që të shohim se trupat gjykuese kryesisht bëjnë pyetje, por jo ka stella, jo ka shumë pyetje sikur të ishte rival me prokurorinë, por në fakt duhet të ishte një palë e tretë mbi dy palët e tjera, të cilat sjellin argumentet e tyre për kitazimin e çështjes, që në këtë rast janë çështja
thashët e të tjerë. Argjend, cilat u duk pyetje tendencioze? Po, thëmë të drejten, në këto momente, nuk po di cilën me specifiku dhe pse jam duke e përcjellur, është dita 2, është vazhdimi 3, që jam duke e përcjellur me vëmendje, por ishte ajo të themi kjo tendenca për të ndërlidhur me një lloj strukturimi të asaj që ka përfasu zotëri Thaçi në Rambujë. Këtu është lufta kryesore që gjykata speciale, prokuroria e gjykatës speciale, po i provon zotën se edhe në rastet Lima edhe të tjera, edhe në rastin Haradina edhe të tjera, por edhe në gjykimet që kanë ndodhur brenda Kosovës, është provu vazhdimisht që u çeken të nxjerrin si një strukturë të mirë organizuar të themi në rangun e ushtrisë dhe policisë të Serbisë së Miloševićit dhe të paramilitarëve të saj. Do të thonë, nuk po dojnë me pranu, për shkak se s'piu konvenon, që ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë një organizim gjithë popullor, i pastrukturuar mirëfilli, secili ka mbrojtur pragun e shtëpisë, por gjithsesi që kjo strukturë e pa organizuar të themi popullore e ka pas një përfaqësim politik i cili është dashur me fol në emër të asaj kauze në Rambujë dhe në secilin tryez ku është fol për luftën që po ndodh në Kosovë, për intencën që një popull po shtypet, po represionohet, po deportohet, po genocidohet dhe i cili duhet të marrë lirinë për shkak se i takon edhe sipas konventit ndërkombëtar. Pra, duhet që ne bashkarisht në këtë frymë, po besoj, është edhe dëshmia e James Rubin, që duhet të bërë ndarja e asaj çka ka ndodhur në terren, nga një strukturë guerile e pa organizuar strukturalisht me subordinim, me hierarki ushtarake, por edhe një organizim i gjithë popullor, me ato që ka ndodhur në përfaqësimin ndërkombëtar të kësaj lufte. Në këtë rast, zotëri Thaçi ka qenë si përfaqësues udhëheqës i delegacionit, pjesë e cilit kanë qenë edhe ish presidenti Ibrahim Rugova, edhe ish ambasadori Beton Soroj, edhe Blerim Shala, edhe shumë të tjerë personalitete recepcionit akademiku, pra e ka pas titullin udhëheqës i delegacionit dhe nuk ka të bëjë me një strukturë të organizuar ashtu siç është nis akt akuza nga raporti Dick Martin dhe ku përfunduam sot në një proces tejet banal, gjyqësor, themi, në gjykatën e Hagës, ku është diskutuar edhe dëshmitë të tipit se filan ushtari ma ka mbyt lopen, unë kam dalë me mbrojt bagtin time, pastaj më kanë arrestu dhe të tilla dëshmi. Do të thonë, në këtë rast James Rubin shumë mirë arriti të përballet zotën shumë mirë, për shkak se ka lehtë them unë. Se nuk e di si është tjerë dëshmitar përpara atyre gjyqtarëve dhe asaj trupet prokurorisë, por sigurisht që këtu mjafton që thuhet kjo e vërtet nga një person i cili ka qenë në funksion jashtëzakonisht rëndësishëm në atë botë, por edhe sot flet me lejet të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe dim fort mirë që e vërteta kur thuhet nga një shtet i fuqishëm siç është Shteti i Bashkuar të Amerikës, ndëgjohet ndryshe nga ajo që ne kemi thënë për 25 vite përballë këtyre armiqve se lufta e ushtrisë kombëtare të Kosovës ka qenë luftë e drejtë, e pastër dhe vetëm për ta siguruar këtë territor dhe këtë popull nga represioni i Miloševićit. Kur gjërat vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndryshojnë gjërat the Argjend. Dhe meqense jemi këtu, çfarë do të ndryshojë për kryeministrin e detyrë Kurti mbas qëndrimit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Tash, jashtëzakonisht pyetje interesante. Kam parasysh këtu që lexova dikon që më s'dal sikur pe them unë i pari, por gjithsesi e pajtoj dhe do të provoj ta plotësoj atë çka e lexova diku për media, që ish presidenti Thaçi edhe nga gjykata speciale, edhe nga Haga, po vazhdon të mbajë aleatet e mëdhaj dhe të nevojshëm të Kosovës afër. Në këtë rast, i kemi dy botë. Një botë e cila është e izoluar, e burgosur në vetvete nga gjykata speciale, por që rrin nga aty me majtë aleatet e Kosovës, që i kishim në 98-99,
dhe tutje deri në vitin 2020, thëmë tërësh. Dhe e kemi një kryeministër kujdestar në detyrë në Kosovë, i cili e ka lirinë e plot të veprimit, edhe të fjalës, dhe nuk i përdor këtë liri për ta zmadhuar imazhin e mirë të Kosovës, por në fakt i përdor për ta ofenduar qoftë popullin e vet, një pjesë që nuk janë me të, qoftë partitë të tjera parlamentare dhe mediat dhe shoqërinë civile, dhe kam parasysh këtu që kjo goditje e ambasadës amerikane, se dikush po thot këtu në Kosovë që nuk është qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por është qëndrimi i ushtruesit të detyrës ambasadores zonës Pratipati. Këtu njerëzit me ose pa veti e lirë nuk e di pse nuk rrin me bë dallimin e një qëndrimi personal me një qëndrim me statement, me memorandum shtetëror. Ka fol në deklarat, ka fol presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që në këtë rast figura e tij, personazhi, zëri, mesazhi përquhet nëpërmjet zonës Pratipati, për shkak se sistemi i organizimit shtetëror i SBA-ve është i atill që kudo që është një ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës, aty është presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe deklarata e lëshuar nga ambasada e SBA-s në Kosovë është goditja më e rëndë që i vjen Kosovës në kushte praktike. Se jemi mësu me lexu kuluareve, do analiza, jo ka në kuptu kështu e ka në kuptu. Kjo është deklarata më direkte, qëndrimi më direkt që edhe kryeministri në detyrë zotëri Kurti, edhe partia e tij, edhe koncepti i tij, por fatkeqësisht edhe Kosova ka marrë një goditje jashtëzakonisht rënd, për shkak se kështu i hapim dyert armiqve që të vazhdojnë të ashtrojnë narrativen e tyre negative përbri shtetit Kosovës, nga e cila në vazhdimsi është insistuar që aleatët tonë, perëndimi, këtu kam fjalën Serbia, vazhdimisht ka insistuar që perëndimi, aleatët kanë ndërtuar një shtet të dështuar dhe ky dështim një herë në orë do të vije dhe unë kam frikën që zotëri Kurti është duke i kontribuar jashtëzakonisht me të madhe fatkeqësisht për Kosovën, këtij koncepti dhe këtij mendimi dhe këtij qëndrimi dhe kësaj narrative të Serbisë që e ka shtrirë për këto 25 vite. Argjend, çfarë ndikimi do të ketë në politikë? Këtu e kam fjalën qoftë për ngërçin e disa muajve tashmë, po qoftë edhe për zgjedhjet e ardhshme lokale. Ilir, unë besoj që zgjedhjet lokale të 12 tetorit do duhet të ishin një mundësi reale për qytetarët që të ndikojnë drejt për drejt në mënyrë se si qeverisë komunale. Që e dim edhe unë edhe ju, që janë pika më të ndjeshme që qytetarët marrin shërbime. Po fushata që kanë nisur e zëzatën do duhet të fokusohet tek problemet konkrete, ujë, mbeturina, transporti publik, arsimi fillor, cilësia infrastrukturës lokale që vazhdojmë të kemi të degraduara, fatkeqësisht. Dhe e tjetra është që partitë kanë filluar ta shndrojnë këtë fushat lokale në një përballje për agjenda nacionale, duke e përdorur edhe këtë deklaratën e ambasadës amerikane, kush për, kush kundër, dhe është më rëndësi që procesi të jetë i qetë, i lirë, i drejt, dhe mbi gjithat mos kemi prolongim të shpalljes së rezultateve, siç e patëm me non shkurt, siç e dini edhe ju, të këtij viti, që ja hupen edhe atë pak imazh të mirë që e patëm në aspektin elektoral të demokracisë, me qeverisjen, nën qeverisjen e zotit Kurti, edhe atë pak demokraci elektorale që e patëm etablu, e kemi prish deri diku. Kam parasysh këtu që zotit Kurti nuk pjale shej, thot popullit e kënejt, asnjë deklarat, vazhdon ta furnizoj elektoratën e vet, militantët e vet, me gjithë lloj qëndrimesh nacionaliste. Sa herë edhe tani, sa herë i kapet dikush nga aleatët tonë, duke ja treguar vendin, nga rejnë për t'ju kapur veriut, për të ndërmarrë aksione, vendime, veprime, të cilat janë konkludu me deklaratën e fundit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në përmjet ambasadës së tyre në Kosovë, dhe që i kemi thënë që disa kohë
nuk është, ka thot askush që nuk kemi të drejtë me shtrijë sovranitetin, sa është territori ynë. Por je duke u ngutur në kuptimin e hapave, praktikimit, pragmatizmit. Nuk je pragmatik ashtu siç pe kërkojnë alatet tonë. Dhe ky është rezultati. Nëse do të ndikojë tek zgjedhjet lokale, ky qendrim i Shtetit Bashkuar të Amerikës, karshi i zotit Kurti, këto do ta shohim me dëmet të tuaja. Por un kam parasysh këtu që rezultati i Kosovës në aspektin e imazhit të saj ndërkombëtar është jashtëzakonisht i keq, kur vazhdojmë me marrë kësi goditjesh nga aleati ynë kryesor, një person, një zyrtar, i të cilit shtet sot përmbron narrativen e drejtë, e të mirë, për ushtrisë qendrore të Kosovës, narrativ të cilën kryetari i kuvendit të Kosovës, zotrit Basha, i cili vjen nga rollet e partisë vendosje, e ka thënë në 2012 se është financuar nga grupe të cilat kanë qenë dilerë të drogës dhe që janë marrë me krime ordinere, dhe ato pare që kanë fituar nga ato krime ordinere i kanë përdorur për të blerë armatim dhe për të furnizuar ushtrisë qendrore të Kosovës. Pa çka e kemi protestën që e patëm para 2 ditëve, e kemi edhe këtë dëshmi të James Rubinit për 2 ditë, me në moment, dhe kryeministri në detyrë zoti Kurti nuk gjen kohë i lirë që të bëj qoftë ai vetëm një shkronjë reagim. Vetëm një shkronjë. Dhe merr në moment, pastaj na bëhet thirrje që të mos e insinuojmë se zotri Kurti fatkeqësisht për mendimin tim, sikur edhe mendimi i shumicës e njerëzve të cilët nuk kanë ndikuar prej konceptit të zotit Kurti, është në një agjendë të keqe. As po du me emërtu nëse është serbe, ruse, kineze, greke, këto do t'i tregoj historia. Por që është një agjendë jashtëzakonisht të dëmshme për Kosovën, kjo nuk don titull. Argjend, edhe një pyetje të fundit, si e ke lexuar qëndrimin e SBA-ve? Si një shkëputje të procesit dialogut me Kosovën apo me kryeministrin Kurti? Dhe këtu kam parasysh, do të ketë edhe ngrirje diplomatike midis SBA-ve dhe Kosovës? Ilir, është thonë mes rreshtave që jo vetëm tani, por gjithmonë është thënë, sa herë kam pas një qendrim të keq themi për kryeministra, për presidentin, për ministra, për kudion, për politikanët e Kosovës, gjithmonë kanë bërë ndarjen paragrafike që misia e popullit amerikan, e shtetit amerikan, vazhdon të jetë e madhe me popullin e Kosovës. Sepse ata din kënd e kanë çliruar, ku ja kanë ndërtuar shtetin, për cilin shtet, për cilin popull, po nga rendin që ta ndej që t'ju njihet shteti. E kemi parasysh këtu që këta po tentojnë, po provojnë, pushtetin detyrë që ta nxjerrë një simetri se duke i parë investimet që bëjnë NATO-ja, por kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në forcën e sigurisë së Kosovës, që thonë që këto janë disa qëndrime të një ushtruesit të detyrës të ambasadorës. Gjithsesi është e vërtetë se këto projektime janë që nga koha kur është diskutuar themelimi ose transformimi i FSK-s në një ushtri të rregullt me ligj. Pra, këtu janë gjërat e para dhe amerikanët nuk punojnë sot për sot ose sot për nesër. Punojnë me agjenda afatgjate. Dhe rrjedhimisht kam parasysh këtu që populli i Kosovës nuk duhet të friksohet kësaj deklarate. Kësaj deklarate do duhej të friksoheshin jo vetëm zoti Kurti, po i gjithë spektri politik parlamentar, që i cili jo vetëm që e ka ngulfatur tempullin e demokracisë, vendin e sovranit, kuvendin e Kosovës, dhe që e ka lënë ngërç në të gjitha segmentet, për këto 6 muaj po bëhen. Por në të njëjtën kohë nuk po rrin mu marrë vesh se si t'i qasen Serbisë as në to momente kur Serbia është para kollapsit, edhe rrjedhimisht duke mos qenë unik që t'i kundër vihemi Serbisë në diplomacinë e saj. Ne kemi zgjedhur që të jemi në anarki institucionale në të njëjtën kohë kur Serbia është në anarki popullore. Pra, ne jemi duke i kontribuar agjendës së Serbisë në përpikmëri, me ose pa vetdije. Dhe si konklud, për pyetjen tuaj është, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të hidhëruar me establishmentin politik dhe mirë bëjnë. Por kjo nuk mjafton. Duhet të jenë ende më direkt. Duhet të fusin do kënë listën e zezë për t'ju dhënë këtyre mesazhin e qartë se nuk do të tolerojmë që një
kast, politikanisht, po përgjithshëm, duke filluar dhe më së shumti. Do të ndodh kjo Argjend, ju e propozoni, po a do të ndodh emra në listën e zezë? Mendon se është e mundur? Unë besoj shkurtimisht. Unë besoj që. Argjend, falenderoj shumë. Keni parasysh kështu që është mbajtur një intervistë, janë thonë disa gjëra të cilat nuk kanë leje vetëm për të përdorur si mish për top për propagandë për zgjedhjet lokale të dumet të tuaj. Dhe ata njerëz që i kanë dhënë ato deklarata, që i kanë bërë ato zbulime, edhe pse shihej që po përvonin të mos tregonin, po ti kur je para kamere e ke thirrur me bu propagandë, s'ki ka më mbaj për pa e qitë propagandën në fund. Dhe rrjedhimisht to bin desh me shumicën e atyre që lexojnë gjëra të cilat nuk janë për publikun. Faleminderit Argjend. Faleminderit juve. Shëndet. Mirë, do të vijmë më tej. Kryeministri Edi Rama, i cili ndodhet në Bruksel në kuadër të konferencës së 6 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, pritet të zhvillojë një takim me kreun e NATO-s Mark Rutte.